Mirë dita, ju e dini se Fratello i pëlqen në restorante. Unë vdes për restorante. Gjithmonë kur vi në restorante, frekuentoj më shumë aziatikët. Sot kam zgjedhur restorant Chinese, restorant kinez. Edhe sot do shijoj, kam marrë një verë, por kam parë ose dumpling, noodles, janë disa gjëra apo kongu, edhe do e provojmë. Erdhi momenti të provojmë rice noodle with shrimps. Janë shumë super të mira që bën me soja sos, shikoje sa të mira janë. Ja si të shkrijë ngoj. Janë me vërtet mrekullir. Okej, pra ku erdhën noodlesat, janë noodles special noodles, janë shumë të mira, po të shikosh i fe? Okej, ti provojmë. Këto janë me mish viçi, noodles që janë të bëra me dorë, me oriz, janë noodles orizi, që bëhen ka shumë bashkëri. Më duken si jufka. Shumë të mira. Kalitet. Ajo kishte marrë malli për Fratellon, bëj kështu video, do rikthehet për Fratellon. Shifim me aventura, i dua fort. I erdhi një super pjatë interesante që unë as vetë se di që është, chicken with chili sauce. Shikoje? Kjo të shkrihet ngoj. Që sa bukur e kam bërë, shife, sa të poshër janë. Shife. O, sa të mirë e bën. Doli koftë. Shumë mirë. Ja pra ku erdhi dumpling, spicy dumpling. Është kjo këtu. Kjo ta knash shpërtin. Këtë, shi sa mirë që është, shi. Kjo është shumë spicy. Wow. Perfekt. Mu e shqiru si më lotun syt, ashtë mirë, s'u vdes për spicy, kam qenë më lotojnë syt nga spicy. Ju dua fort pra. Ja pra ku erdhi chicken pompai. Është chicken, janë to kastravecat e zjera, shikoje, si janë? Si shpër. Është super mira. Fratello ju du fort. Do rishifim në video tjera interesante me Fratello. Tani do vazhdoj rifillimi i ri i Fratellos. Ciao.